Për herë të parë Universiteti i Vlorës firmos një marrëveshje të përbashkët bashkëpunimi në fushën akademike dhe në fushën kërkimore shkencore me Akademinë e Forcave të Armatosura, si dhe marrëveshje specifike për të zhvilluar një program të nivelit master në ciklin e 2 të studimit, master në inxhinieri armatimi me profil navigacion dhe me profil aviacioni. Është një hap shumë i rëndësishëm për zhvillimet akademike të universitetit tonë, është një hap shumë i rëndësishëm për në kontributin që Universiteti dhe Akademia e Forcave të Armatosura japin në mbrojtjen dhe sigurinë kombëtare. Falenderojmë shumë zotin ministër që ka insistuar shumë, sepse në kujdesin e tij personal është arritur ky bashkëpunim, realizimi i këtij bashkëpunimi dhe ky zhvillim i ri akademik dhe pa diskutim. Një falënderim i veçantë për rektorin e Akademisë së Forcave të Armatosura, zotin General Bardhyl Nuretinaj, i cili është i pranishëm sot për të iniciuar këtë bashkëpunim që do vazhdoj shumë gjatë dhe shumë suksesshëm, shpresoj. Faleminderit zonja rektore, akademike, që është e vërteta ne këtë bisedë të parë kemi bërë para 6 muajsh bashkë, dhe më vjen mirë që mbas shumë konsultimesh, vajtëardhjesh, u arrit dhe kjo ditë që jemi gati të nënshkruajmë, siç e nënvizoi dhe rektoria. Është një marrëveshje trefisht në fakt, sepse bëhet fjalë jo vetëm për krijimin e kurikulave të përbashkëta dhe deri në përfundimin, pse jo, të një master të përbashkët me 2 degëzime aviacion dhe komponent detar për çështjet e industrisë diskutohet. Por gjithashtu kjo nuk mund të zbatohet pa ndërtuar kapacitete kërkimore të përbashkëta dhe besoj se kjo është rësia edhe e marrëveshjes kësaj radhe. Nuk kemi të bëjmë vetëm me bashkëpunim akademik për diplomat përbashkëta, por për të ndërtuar kapacitete kërkimore të përbashkëta që shkojnë përtej fushës akademike, po pse jo edhe për të ndërtuar kapacitete në gjithë spektrin e sigurisë kombëtare, duke ndërtuar në fakt mbi ato që do jenë shtyllat e Vlorës për sa i përket aviacionit, aeroportit të ri dhe nga ana tjetër Pasha Limani për komponentin e industrisë navale. Suksese dhe urime të gjitha të dyja stafeve akademike, të cilat tani nga ky moment fillojnë një bashkëpunim më të vrollshëm për të konkluduar me gjitha hapat konkrete në mënyrë që sezoni i ri në fakt të na gjej gati për të gjithë çfarë parashikon kjo marrëveshje. Ju falenderoj.
udhëtues. Gjithashtu, në Koptenit, u hap për herë të parë programi i ciklit të dytë master profesional në sigurinë kibernetike në fushën e mbrojtjes. Në vijim, Akademia e Forcave të Armatosura ju nënshtrua në procesit e gjithëmanshëm transformues, si nga pikpamja strukturore, ashtu dhe nga hakimi kurikuleve dhe programeve të reja bashkëkohore, për të cilat është marrë asistenca e pakushtyrjes. Gjithashtu, këtë vit akademik, krahas masterit profesional në siguri kibernetike në fushën e mbrojtjes, risi është hapje 2 programeve të reja master shkencor për siguri dhe politikë ndërkombëtare, si dhe shkenca kompjuterike dhe inteligjenca artificiale. Këto programe janë përsëritur në trajnim të maturant, gjithë të cilën e tregon edhe numrin e aplikimeve të vite, i cili ka ardhur gjithë në rritje. Nga viti akademik 2020-2021. Për programe të përbashkëta, master shkencor në inxhinieri armatimi me profile minore në aviacion dhe naval, roli i universitetit në mbështetje të strukturave të mbrojtjes dhe reagimit ndaj emergjencave natyrore dhe krize, edukimin e brezave të rinj për rëndësinë e mbrojtjes kombëtare dhe përgatitjen e tyre për sfidat e sigurisë, krijimi i moduleve të trajnimit në fushën e mbrojtjes civile dhe në raste katastrofe. Ky partneritet do të kontribuojë në përparimin e aftësive dhe njohurive të nevojshme për përballimin e sfidave të sigurisë dhe mbrojtjes në nivel kombëtar dhe ndërkombëtar. Dhe tani më lejoni të ftoj panelin e nderuar, zotin Piro Vongu, ministrin e Mbrojtjes së Republikës së Shqipërisë, profesori doktore Aurela Salia, rektori në Universitetin Ismail Qemali Vlorë, general brigadër Bardhyl Nuredinaj, komandant rektori i Akademisë së Forcave të Armatosura, profesori asociuar Mihtar Ramosaqaj, dekan i Fakultetit të Shkencave Teknike dhe Natyrore, kolonel Ursi Rexhaj, drejtor i Institutit Kërkimor Shkencor Ushtarak në AFA, zotin Dorian Tola, drejtor i Agjencisë së Industrisë Ushtarake, në një forum të hapur për diskutime, pyetje dhe ndarje eksperiencash nga ana juaj. Ju falenderoj që jeni këtu. Që jemi bashkë të gjithë sot për të marrë pjesë në fillimin e një rruge të shkëlqyer bashkëpunimi midis Universitetit të Vlorës dhe Akademisë së Forcave të Armatosura. Është një moment historik për zhvillimet akademike të Universitetit të Vlorës, jo vetëm sepse për herë të parë fillon një bashkëpunim i tillë, por për herë të parë të themi ose tani kemi nisur rrugën që realisht Universiteti i Vlorës po kontribon në zhvillimet rajonale, në zhvillimet e komunitetit, në nevojat e vendit. Sepse sfidat e kohës në të cilën e jetojmë i kanë bërë prioritare nevojat e emergjentet e afatgjata të forcave të armatosura. Dhe një nga prioritetet strategjike, siç e dini, sepse e kemi parë të gjithë zhvillimet mediatike, është edhe fusha e armatimit. Shqipëria duhet të zhvillojë forcat e saj të brendshme, kapacitete të qëndrueshme në fushën e armatimit. Dhe në këtë koncept, Universiteti i Vlorës sot fillon rrugën e bashkëpunimit dhe të kontributit nëpërmjet formimit të ekspertëve të ardhshëm në fushën e armatimit me 2 profile, me profil minor në konstruksionet navale, në zhvillimin konstruksionet e anijeve dhe në konstruksionet e avioneve. Profili tjetër minor janë konstruksionet dhe remontet e avioneve. Jo vetëm kaq, por përveç kësaj marrëveshja tjetër që kemi nënshkruar, përveç marrëveshjes kuadër midis 2 institucioneve, është dhe marrëveshja për zhvillimin e kërkimeve shkencore të përbashkëta, dhe kjo është risi dhe shumë e rëndësishme për universitetin, sigurisht për kapacitetet e universitetit, por edhe për nevojat sfiduese të Ministrisë së Arsimit dhe të forcave të armatosura. Është detyra jonë që të kontribojmë
për këto forca, sepse në fund të ditës bëhet fjalë jo thjesht për të mbrojtur vendin si koncept ideal, po për sigurinë e familjarëve tanë, për sigurinë e shtëpive tona. Dhe pikërisht për këtë arsye, kjo është arsyeja pse jemi kaq të lumtur dhe krenar që do kemi mundësi që edhe Universiteti i Vlorës të japi kontributin e vet. Generali, rektori i Akademisë së Forcave të Armatosura, General Bardir Nuredinar, ka qenë një nga iniciatorët dhe personat e parë me të cilët kemi pasur kontakte për të vendosur këtë bashkëpunim dhe për të çelnikosur këtë bashkëpunim. Shumë të rëndësishëm, në fakt ne të gjithë bashkë kemi punuar bashkë me Universitetin e Vlorës, me rektorë, me gjithë stafin e Universitetit të Vlorës, gjithashtu dhe me stafin e Akademisë së Forcave të Armatosura për ditë të tëra dhe kemi ardhur sot në këtë moment ku kemi nënshkruar 3 marrëveshje shumë të rëndësishme, në fakt dhe derisa edhe u theksua në mënyrë të veçantë marrëveshja e mastrit të përbashkët ndërmjet 2 universiteteve, e cila do të bëjë të mundur plotësimin e disa kapaciteteve të munguara që ne kemi pasur në forcën armatosur, kryesisht inxhinierike, të cilat do të shërbejnë jo vetëm për industrinë ushtarake, por dhe për forcën ajrore dhe forcën detare, dhe gjitha këto kapacitete ne mendojmë që shumë shpejt do t'i plotësojmë nëpërmjet këtyre marrëveshjeve dhe marrëveshjeve të tjera. Puna jon në fakt sot fillon. Unë gjeras edhe një herë të falenderoj të gjithë stafet dhe patjetër jemi të gatshëm që t'ju japim dhe detaje të tjera gjatë takimit, gjatë forumit. Ju falenderoj. Për impaktin e luftrave, për zhvillimin e inovacioneve në teknologji, për fusha të gjëra bashkëpunimi në të cilat Universiteti i Vlorës do kontribojë me ekspertët e tij të fushave të ndryshme dhe pastaj Akademia e Forcave të Armatosura kontribon në zhvillimin e teknologjisë së armatimit. Zoti Ulsi Rexhaj është drejtori i Qendrës Kërkimore Shkencore të Forcave të Armatosura, e cila do ketë një kontribut shumë të rëndësishëm dhe thelbësor në këtë specifik bashkëpunimi, pra në specifikën e kërkimit shkencor. Dhe gërshetojmë shumë mirë këtë marrëdhënie. Në fakt, falenderimi tjetër në këndvështrimin tim kalon për ministrin dhe për tërë ato objektiv madhor që ka patur te kjo fush dhe si njeri shumë praktik që ne që punojmë me të e njohim shumë mirë këtë procesin, nuk ka fjalë që mund kaloj orë. Marrëveshja ka 2 objektiva kryesore. Objektivi parësor është prodhimi i inxhinierave të rinj në fushën e armatimit dhe jo vetëm, por edhe me profil detar dhe ajror. Dhe së dyti, po te pjesa e parë e kësaj marrëveshje është dhe mbyllja e tërë ciklit jetësor të kësaj industrisë ushtarake të madhe që ka të bëjë jo vetëm me prodhimin, por edhe me mirëmbajtjen, me riparimin, me tërë fushën deri te riciklimi i këtyre mjeteve nëse do kemi mundësi që ta krijojmë dhe ta zhvillojmë këtë procesin. Dhe objektivi i dytë është natyrisht privilegj për institutin tim që do jetë fusha e kërkimit shkencor, i ndarë në 3 fusha kryesore, në pjesëmarrje në kërkimet empirike, në kërkimet thelluara, me projektet përbashkëta shpresojmë shumë dhe në kërkimet avancuara. Ju faleminderit që na hapën dyrë dhe faleminderit për bashkëpunimin dhe për këtë marrëveshje. Ju faleminderit. Zoti Ministër i Mbrojtjes Piro Vëngu, të nderuara zonja rektore, të nderuar të pranishëm, të nderuar përfaqësues të Ministrisë së Mbrojtjes, kolegë, partner, student pjesëmarrës. Sot shënojmë një moment të veçantë me nënshkrimin e marrëveshjes së bashkëpunimit ndërmjet Universitetit dhe Fakultetit Shkencave Teknike dhe Natyrore me Ministrinë e Mbrojtjes në kuadër të programit të diplomimit përbashkët në fushën e njohurive për aviacionin dhe armatimin. Kjo marrëveshje përfaqëson një hap strategjik për furnizimin e të rinjve, për fuqizimin e tyre në fushat me rëndësi të lartë kombëtare, përmes edukimit cilësor, trajnimeve praktike dhe përgatitjes profesionale në shërbim të sigurisë dhe zhvillimit teknologjik të vendit. Fakulteti i Shkencave Teknike dhe Natyrore ka të gjithë kapacitetet akademike për të përgjigjur në kohë dhe me përkushtim këtij angazhimit përbashkët.
Fakulteti ka në strukturën e vet 6 departamente dhe një qendër kërkimore shkencore. Ofron 11 programe studimi në bachelor, 11 programe master, 2 programe profesionale, si dhe programe të përbashkëta studimi me universitete të tjera rajonale. Fakulteti ynë ofron diploma në inxhinieri mekanike, elektrike, inxhinieri navale, shkenca kompjuterike, në një bazë e fuqishme kjo për ngritjen e programeve të reja në fusha me interes kombëtar dhe strategjik. Kjo marrëveshje është një dëshmi e qartë e vullnetit tonë të përbashkët për të krijuar ura bashkëpunimi nëpërmjet sektorit civil dhe atij ushtarak, duke u dhënë të rive mundësi reale për karrierë, kontribut të inovacion. Ky bashkëpunim i ri hap rrugën e zhvillimit të programeve të përbashkëta edukative, trajnuese, që të furnizojnë të rinj si faktor aktiv në ndërtimin e një shoqërie të qëndrueshme dhe të përgjegjshme. Shpreh minjorin tonë ndaj Ministrisë së Mbrojtjes, Akademisë Ushtarake, për gatishmërinë dhe vizionin për të përkrahur këto iniciativa dhe njëkohësisht të riafirmojnë përkushtimin tonë për të sjellë energji dhe pasionin e të rinjve në interesin tonë të përbashkët. Me respekt dhe besim në suksesin e kësaj nisme, ju uroj suksese në rrugën e përbashkët të këtij zhvillimi perspektiv. Ministrisë së Mbrojtjes për zhvillimin e këtij bashkëpunimi konsistonte jo thjesht në ofertën akademike dhe jo vetëm në formimin e ekspertëve të arshëm të armatimit dhe ekspertëve ushtarak, por mbi të gjitha në mundësimin e punësimit të tyre për nevoja të caktuara të forcave të armatosura, për nevoja ushtarake dhe për nevoja civile. Me neve sot është zoti Dorian Tola, drejtori i Agjencisë Industrisë Ushtarake, i cili është personi përgjithshëm ose është përfaqësuesi i sektorit që merr përsipër punësimin dhe tregun e punës së studentëve pasi mbarojnë këto programe studimi. Gjitha ndihem shumë emocionuar kur shikoj një auditor të mbushur plot me të rinj e të reja, të cilët do të jenë e ardhmja e vendit tonë. Dua ta filloj fjalën time me një eksperiencë personale. Para më shumë se 23-24 vite më parë, u diplomova në një nga kurrikulat më të vështira dhe më inovative të kohës. Inxhinieri sisteme kontrolli ose kontrolli sistemesh, ishte faza ose kurrikulat e para që u zhvilluan për mekatronikën e sotshme apo për format e robotikës moderne. Në 23-24 vite punë time në Republikën e Shqipërisë nuk arrita ta ushtroj asnjë ditë vetme zanatin tim. Kjo për arsye se tregu i punës nuk ofronte asnjë mundësi për të vënë në zbatim dijet e programit. E megjithatë sot jemi në një realitet krejt të ndryshëm. Tregu i punës i dikton, kam përshtypjen në mendimin personal, deri diku kurrikulat dhe programet universitare. Duhet të jetë në të mirën dhe vizionin e universiteteve që t'i përshtaten sa më shpejt nevojave të tregut të punës. Aktualisht Republika e Shqipërisë ka marrë përsipër që të zhvillojë industrinë e mbrojtjes. Dhe kjo vjen pikë së pari edhe me burimet njerëzore. Sikurse kam qenë i përfshirë në këtë projekt që në fillim, që në krye të herës, kam vënë re që ka një mangësi të jashtëzakonshme në ato kapacitete që ne po kërkojmë fillestare, pra nuk po flasim për zhvilluara, për të ringritur industrinë e mbrojtjes. Shumë shpejt ne do të jemi në angazhimet tona, të cilat do të bëhen publike, disa prej tyre unë mund t'i zbuloj tani, për të ngritur, për të zhvilluar industrinë e mbrojtjes. Pra ne do të jemi shumë shpejt të përfshirë në projekte për sisteme armatimi, artillerie komplekse, do të jemi në prodhimin e municioneve, armëve të lehta, por sikurse lidhet edhe me marrëveshjen dhe tematikën e ditës së sotshme, sikurse është bërë me dije edhe disa ditë më parë, kemi nënshkruar dhe një marrëveshje me kuptimin me Finkantierin për të rrjedzuar kantierin tonë detar, krenar pra të Pashalimanit. Gjitha këto dinamika, gjithë këto zhvillime, duhet që ne të jemi të gatshëm që t'i mbështesim me burimet njerëzore. Kemi nevojë për kurrikula të specializuara, ne jemi duke punuar shumë afër edhe me Akademinë e Forcave Armatosura. Ministri na ka kuptuar, na ka mbështetur menjëherë, ne e mërzisim me kërkesat tona nga nevoja që kemi, por ka ardhur koha që ne të jemi shumë më të shpejtë, pra të jemi praktik, t'i kthejmë në realitet dhe në zbatim të gjitha marrëveshjet që ne nënshkruajmë dhe të jemi të gatshëm t'i bëjmë ballë këtyre sfidave që kemi përpara. Nëse keni pyetje, pastaj unë do jemi lumtur që të jem në dispozicionin tuaj, por nuk duhet ta markohen panelit nderuar, kështu që mund të kthehemi përsëri bashkë. Institucioneve të arsimit të lartë dhe jemi të gjithë këtu për fillimin, për nisjen e këtij bashkëpunimi, por iniciatori fillestar që para shumë muajsh
për këtë bashkëpunim midis Universitetit të Vlorës dhe Akademisë së Forcave të Armatosura ka qenë pikërisht Ministri ynë i Mbrojtjes, djali i Vlorës, zoti Piro Vëngu. Unë doja të falenderoja shumë në emër të universitetit dhe personalisht për iniciativën tuaj. Çfarë do lloj propozimi që të kemi pasur ne, zoti ministër thoshte akoma më shumë, do avancojmë akoma më tepër. Dhe ka qenë insistimi dhe kujdesi i tij personal që ne marrëveshjen e sotme nuk e lam siç është zakonisht që firmosat fillimisht një marrëveshje kuadër dhe pastaj shikojmë se si mund ta zbatojmë në praktik. Po direkt që sot, siç e shikoni, e kemi një zbatim praktik, një aplikim të marrëveshjes së bashkëpunimit, duke filluar, duke marrë masat për programin e ri. Ju falemnderit një herë. Mund të fillojmë se jo të prekim më konkretisht disa tema që unë mendoj se mund të jenë interes të gjithë pranishmëve, jo vetëm të rinjve të cilëve i marrim kohë të vyer ndoshta nga dita intensive që kanë dhe i falenderoj për pjesëmarrjen dhe durimin këtu, por edhe të rinjve nën uniform që shihni kraj jush këtu, të cilët janë në fakt një dëshmi e asaj që ne duhet të arrijmë në muajt dhe në vitet në vijim. Dhe më konkretisht, qëllimi kryesor i kësaj marrëveshje, para 6 muajsh ku bëm bisedat e para me rektoren, dhe dua ta falenderoj këtu për dedikimin edhe përgjigjen e shpejtë, së bashku me gjithë stafin akademik dhe jo vetëm dekani e Fakultetit të Shkencave Teknike, po shoh këtu mikeshën time Zamirën që është dekane e ekonomikut, sepse kjo është një marrëveshje në fakt që ka rezonancë edhe në tema të tjera dhe jo vetëm në kërkimin shkencor apo në programet përbashkëta akademike, dhe do përpiqem ta ilustroj shumë shpejt. Arsye kryesore pse ne insistuam për këtë marrëveshje është arsye e dyfisht. E para njerë sepse si Forca Armatosur dhe si Ministri i Mbrojtje kemi nevojë të gjenerojmë kapacitete kombëtare. Forca e Armatosur, njerëzit në uniform janë kapacitet kombëtar, që i shërbejnë vendit jo vetëm për mbrojtjen dhe sigurimin e integritetit territorial të Republikës Shqipërisë, por i shërbejnë vendit edhe në kohë paqe, si inxhinier, si ekspert në fushën kibernetike, në fushën e armatimit, në fushën e mbrojtjes civile, në fushën e menaxhimit, trajtimit të fatkeqësive natyrore, në fushë pse jo juridike, me disa specialitete shumë të veçanta që mund të ketë jeta në uniform, dhe për pasojë ne na duhet të zgjerojmë gamën e formimit akademik dhe profesional të rekrutëve tanë. Nga ana tjetër, kur shohim gjithë këto vite numrin e lartë të rekrutimeve, sidomos në 2 vjeçarin e fundit, dhe sot jemi në fakt ndoshta në vitin e parë të kësaj periudhe bashkëkohore, ku për herë të parë forcat e armatosura kanë plotësuar ato kuotat e rekrutimit vjetor. Sepse interesi është shumë i lartë nga të rinjt që të bëjnë pjesë e forcave të armatosura. Sigurisht një shpjegim vjen nga benefitet që marrin, nga siguria e karrierës, nga trajtimi financiar më cilësor, fakti që paguhen që në ditën e parë që bëjnë betimin, por nuk është vetëm kjo. Për mendimin tim, unë mendoj që rinia shqiptare po fillon të ketë një vetdije për fatet e vendit. Dhe kjo është shumë evidente në gjitha fushatat e rekrutimit që bëjnë. Dhe më vjen mirë që ka dhe këtu dhe maturant apo nxënës që pritet të kalojnë maturën si vjet, sepse një pjesë e mirë e përpjekjeve që bëjnë drejtohet drejt tyre dhe formimit të tyre. Ndaj për ne ishte shumë rëndësishme në fakt që jo vetëm të gjenerojmë kapacitete përmes një programi të dyfisht, ku edhe Akademia e Forcave dhe Universiteti bashkohen me cilësitë dhe virtytet dhe programet që kanë për të ndërtuar një kurrikull dhe një diplomë të përbashkët, por nga ana tjetër e sjellin dhe forcën e armatosur më pranë studentëve. Në çfarë mënyre? Në mënyrë që ne t'japim mundësinë disa studentëve që janë civil sot, që pse jo, në mënyrë progresive, nëse gjykojnë të arsyeshme, të dobishme, të vlefshme për karrierën e tyre, ti bashkohen forcës armatosur me një kontratë afat shkurtër, afat mesme, si oficer me kontratë. Ky është një mënyrë që të gjitha vendet e NATO-s e ushtrojnë, dhe ne duhet ta ushtrojmë këtë gjë duke hapur dyert dhe dritaret e rekrutimit në forcën armatosur,
sepse nuk synojmë të jemi një forcë e mbyllur, ku ti duhet patjetër të rekrutohesh që nga fillimi mbas maturës edhe vetëm në këtë mënyrë ecën në karrierë. Ne mendojmë dhe gjykojmë që Forca Armatosur për efekt të nevojave që ka, duhet javi mundësinë dhe civilëve që t'i bashkohen për një farë periudhë, qoftë si oficer me kontratë, qoftë dhe si civil i mbrojtjes, sepse pranë Forcave të Armatosura ka dhe një pjesë të mirë civilësh në fakt që ushtrojnë detyra jo vetëm mbështetëse, ushtrojnë dhe detyra ekspertize të thelluar, dhe në fundit është gërshetimi mes funksionet civile dhe ushtarake që na çon drejt një modeli të suksesshëm. Dhe pika e tretë, pra e para formimi akademik për nevojat që Forca Armatosur ka, e dyta hapja e dyerve të Forcave Armatosura për civilët, dhe do jepet mundësia për shembull studentëve vlonjat këtu që të mund të bëjnë pjesë e trajnimeve, stërvitjeve të Forcave Armatosura, dhe nëse ata vendosin të bëjnë pjesë qoftë si rezervist, qoftë si ushtarak aktiv, patjetër kjo do ishte dhe idealja. Dhe pika e tretë, më e rëndësishme, të gjitha këto nuk mund të funksionojnë si qoftë si kurrikula, qoftë si programe pa forcuar kapacitetet e kërkimit shkencor. Ne synojmë me të dyja fakultetet dhe me dyja kapacitetet shkencore që kanë Akademia dhe Universiteti i Vlorës, që të gjenerojmë njësi inovacioni për këto dy fushat që përmendëm, pra konkretisht aviacioni. Ju e dini që na kërni është në përfundim e sipër aeroporti, do kaloj në faza certifikimi, por aeroporti i Vlorës nuk është i rëndësishëm vetëm për turizmin. Aeroporti i Vlorës është i rëndësishëm sepse koncepti i zhvillimit të tij ka të bëjë me mirëmbajtjen e riparimin e mjeteve ajrore, përpasoj duhet gjithë elementi teknik dhe inxhinierik që shoqëron këtë aktivitet. E dyta, ka një zonë logjistike, transporti ndërkombëtar, civil dhe ushtarak, dhe aty do ketë element menaxhimi logjistik, ka teknologji, ka element që lidhen me menaxhimin e tregtisë ndërkombëtare, pra do një uri dhe cilësi të caktuara për të menaxhuar projekte të tilla. Dhe e treta, që është dhe synimi i shpallur tashmë edhe nga kryeministri dhe nga komponenti i forcës ajrore, për të rigjeneruar, rindërtuar, rikrijuar shkollën e aviacionit në Vlorë. Dhe përpasoj ne kemi gërshetimin e pilotëve, teknikëve të bordit dhe elementëve mbështetës për riparimin dhe mirëmbajtjen qoftë të komponentin ushtarak, qoftë të komponentin civil. Një pikë kyçe besoj unë për të kuptuar më mirë se ku duam të dalim me këtë marrëveshje. Pra impakti është një impakt në fundit jo vetëm për sigurinë kombëtare, por edhe për ekonominë. Dhe shtylla e dytë, komponenti detar, ç'është e vërteta në vitet e fundit Universiteti i Vlorës, paktën në dijenin time, ka pasur një ecuri pozitive në komponentin e navigacionit, po jo detyrimisht një ecuri pozitive në komponentin e inxhinierisë navale. Sepse inxhinieria navale patjetër është një industri shumë e kushtueshme, është një industri që varet nga porositë shtetërore, dhe ne jemi tashmë në kushtet që po duam ta rigjenerojmë këtë kapacitet ndërtimor dhe nuk ka vend tjetër për ta bërë në Republikën e Shqipërisë përveç se në Pashaliman. I duhen forcës armatosur inxhinier naval për efekt qoftë edhe të mirëmbajtjes të mjeteve ekzistuese dhe atyre që do marrim në të ardhmen. Sikundër i duhen industrisë tonë dhe ekonomisë tonë inxhinier naval për të mbështetur qoftë mirëmbajtjen, aktivitetin prodhues të skafeve dhe fundja që shumohen në mënyrë eksponenciale për efekt të turizmit ndërkombëtar në vendin tonë, qoftë për prodhimin e mjeteve të reja. Kjo është pikërisht marrëveshja që na shkuan para pak ditësh me, siç e përmendim, me Drejt Tetori, me partnerët e Fincantierit, midis kompanisë shtetërore Kajo dhe Fincantierit italian. Pra, në thelb, ajo që mendoj unë është e rëndësishme dhe pastaj patjetër do doja shumë që ta organizonim si bashkëbisedim, qoftë për pedagogët që do kenë ndoshta dëshirë të saktësojnë disa elemente që përveç studentëve që duan marrin fjalë,
ajo që për mua është e rëndësishme sot, rektoria përmendi fjalën historike. Për mendimin tim është marrëveshje historike sepse është normale. Është gjëja më normale e mundshme që kemi bërë sot. Që praktikisht kur një kapacitet ushtarak synon të zhvillohet, ne të sigurohemi që zhvillojmë edhe një kapacitet civil. Kjo është edhe eficiencë në menaxhimin e burimeve njerëzore dhe financiare kombëtare, dhe është edhe në fundit zbatimi i një vullneti të qeverisë në mënyrë që institucionet qendrore sa herë shpenzojnë bëjnë një investim, shpenzojnë para publike, të sigurohen që të mund ta bëjnë pranë universitetet shtetërore. Dhe ne po e nisim sot me Universitetin e Vlorës, por rektori dhe skuadrat e tij janë të angazhuar edhe me universitetet tjera shtetërore në Tiranë për të zhvilluar këtë lloj programesh në disa qendra që mendoj unë janë qendra ekselencë në Shqipëri, në mënyrë që edhe të rinjtë që dalin nga këto banka shkolle të gjejnë atë cilësinë maksimale të arsimit dhe të gjejnë arsye pse të qëndrojnë në programe kërkimore shkencore, se në fundit patjetër është e rëndësishëm punësimi, por është shumë e rëndësishëm cilësia e arsimit që marrim në këto universitete, në institucionet e arsimit lart publik. Dhe ne jemi shumë të investuar në këtë sens. Ju falimnderit shumë të gjithë, falimnderit skuadrave që e mundësuan këtë ditë. Falimnderit gjithë pedagogëve që na janë bashkuar dhe gjithë të rinjve të rejave që të cilët doja t'ja jepnim fjalën, sigurisht pa detyrim, këta ushtarakët tanë të janë mësuar me ushtrime të tilla, po jam kurios për ju civilët sot. Ju falimnderit.